Bismillahirrahmanirrahim. Po vazhdojmë me hadithin të cilën e kemi filluar me lexuar. Hadithi i Xhibrilit i njohur. Pasi që Meleku Xhibril në formën e njeriut ishte afruar te pejgamberi alayhis salatu wassalam dhe e kishte tamam siç përshkruhet nga Omer ibn Khattabi radhiyallahu anhu se si është ullur të pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe i ka vendosur dy duart e tij mbi kofshat e tij dhe është ullur gjunjët e tij afër gjunjëve të pejgamberit alaihi salatu wasallam. I është drejtuar të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam wa qala ya Muhammad, dhe i ka thënë: o Muhammad, akhbirni anil islam. O Muhammad, me spjego tani mu, me trego mu për islamin, pra çka është islami. Kjo pyetje vjen nga Meleku Xhibril, të dërguarit të Allahut sallallahu drejtuar Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Thot Sheikh Fozani, bejin li haqiqat el islam. Më trego mu ti çka është realisht islami, çka është e vërtetë e islamit, cili është islami i vërtet. Ka kjo kuptohet se nuk mjafton vetëm të themi jemi musliman dhe duke u thirrur në islamin pa ditur se çka është vërtet islami. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i është përgjigjur se islami është an tashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah wa tuqima as-salata wa tu'ti az-zakata wa tasuma ramadana wa tahujja al-bayta in istata'ta ilayhi sabila. Të dëshmosh islami është me thonë mas parti të dëshmosh se nuk ka të adhuruar me merit përveç Allahut dhe se Muhamedi alayhis salam është i dërguar i tij, pastaj të kryesh namazin, të japësh zakatin, të agjërosh muajin e Ramazanit, të vizitosh haxhin nëse ke mundësi. Këto janë 5 kushtet e fesë islame që krahas saj duhet të kesh bindje ndaj këtyre. Këto nuk mjaftojnë vetëm me i praktiku, mirë po me bindje. E çdo gjë që shtohet prej obligimeve tjera dhe gjërave të preferuara, këto janë plotësim të këtyre 5 shtyllave. El Islam, këtu ka përshkrimi i Islamit se është 5 shtylla. Feja islame ndërtohet mbi 5 shtylla. Dhe çdo gjë tjetër jashtë Islamit pra është plotësim i këtyre 5 shtyllave të Islamit. Për ndryshe në mënyrë të përgjithshme, definicioni i Islamit është tamam si se jep Muhammed ibn Abdul Wahhab rahimullah në usulet thalatha, dhe po ashtu Sheikhul Islam ibn Taymiyah rahimahullah, cili është definicioni i Islamit në mënyrë të përgjithshme, sepse në këtë pjesë të hadithit ka ardhur më të detajuar, pra i ka përmend shtyllat e fesë islame. Në mënyrë të përgjithshme, definicioni i Islamit është huwa al-istislamu lillahi bit-tauhid wal-inqiyad lahu bit-ta'a wal-bara'atu min ash-shirki wa ahlihi. Istislamu lillahi bit-tauhid, me ju dorëzu Allahut me tauhid. Pra, gjitha ibadetet me aveçu krijuesit gjithësisë. Istislam, dorëzim. Allahu tebaraka wa taala krijuesi tokës dhe qiejve me tauhid. Wal-inqiyad lahu bit-ta'a, dhe me ju bind duke i respektu unat, me ju nështru Allahu subhanahu wa ta'ala me bindje. Wal bara'atu min ash-shirk, dhe mu distancu prej shirkut. Pra, nuk do të mjafton të njeriu vetëm me pranu tauhidin në atë mënyrë të nështrimit pa u distancu prej shirkut. Duhet distancohen prej shirkut, wa ahlihi, edhe mu distancu prej njerëzve që e bëjnë shirkun. Pra, nëse dikush thotë une distancohen për shirkut, po nuk distancohen për i mushrikit, ai nuk është musliman. Duhet distancoheni edhe për njerëzve të shirkut. Ky është definicioni i përgjithshëm. Ndërsa 5 shtyllat që përmendën këtë hadith, ato janë plotësim, ato janë bazat edhe kushtet e fesë islame. Siç ka në hadith Abdullah te Ibn Omerit, buni el-Islamu ala 5, është ndërtuar feja islame mbi 5, edhe i ka përmend këto të 5. Ar-ruknu al-awwal ash-shahadatan, e ka përmend të parën, shtyllën e parë
ty dëshmi. La ilaha illallah, Muhammedun Rasulullah. Nuk mjafton e para pa dytën dhe e dyta pa të parën. Nëse njeriu e dëshmon të parën, nuk është musliman derisa ta beson dytën. Dhe nëse njeriu e dëshmon dytën, nuk do të jetë musliman derisa ta dëshmon të parën. Pra, la ilaha illallah, ma'naha ifradullahi bil ibadah. La ilaha illallah, kuptimi i saj është me veçu Allahun me ibadet. Muhammeden Rasulullah, me veçu pejgamberin alayhi salatu wasallam pasim. Pra, la ilaha illallah me veçu Allahun ibadet, Muhammeden Rasulullah me veçu pejgamberin alayhi salatu wasallam në pasim. فليس المراد بالشهادتين التلفظ بهما فقط. Nuk mjafton, nuk ka qëllimi me thon shahadetin vetëm me shqiptu. Por la budda min al-amali bihima, patjetër me punu me këto dyja. Mana ashhadu an la ilaha illallah. Kuptimi tani pak më i detajuar la ilaha illallah. Dëshmoj se nuk ka të adhuruar me merit përveç Allahut. أعترف وأوقن بأنه لا معبود بحق إلا الله. Pra, jam njohës, e pranoj me vedijet plot, e di, jam i bindur se vetëm Allahu është meritori për të adhuruar. Dhe kur themi nuk ka të adhuruar la ilaha, nuk është qëllimi se nuk ekzistojnë adhurime tjera. Por qëllimi është se nuk ka adhurim të drejtë. Se përndryshe, ka njerëz të cilët adhurojnë gurin, ka njerëz të cilët adhurojnë drunin, ka njerëz të cilët adhurojnë yjet, diellin, bilen indi, dijet, e adhurojnë edhe kafshët siç është lopa, wal iyad billah, Allah na ruaj. Por la ilaha illallah është për qëllim nuk ka të adhuruar të drejtë me merit përveç Allahut subhanahu wa ta'ala. Kjo është fjala la ilaha illallah. Wa ashhadu anna Muhammeden Rasulullah. Dëshmoj se Muhamedi është i dërguar i Allahut. Çka do të thonë dëshmoj? Se Muhamedi është i dërguar i Allahut. Pra e para u kuptum. E dyta dëshmi, a'tarifu wa uqirru anna Muhammeden Rasulun min Allah. E njoh me vetdije dhe bindem dhe pajtohem se Muhamedi është i dërguar i Allahut, arsalahu Allahu ila nasi kafa, e ka dërguar Allahu tek njerëzimi, të gjithë, njerëzit dhe e xhenet. Të gjithë, edhe të njerëzit, edhe të xhenet. Pra Muhamedi alaihi ka qenë i dërguar edhe të njerëzimi, por edhe të bota të xhenet. Pra jeta që është një botë tjetër e krijesa. Fala budda min iqrar bi risalati zahiran wa batinan. Pa tjetër duhet me ju bind me nga ana jashtme dhe mbrëmshme, me dëshmu edhe nga ana jashtme edhe nga ana mbrëmshme se ai është i dërguar i Allahut. Çka do të thonë? Zahiran bil lisan. Nga ana jashtme me dëshmu me gjuhë se ai është i dërguar i Allahut. Nga ana e mbrëmshme me dëshmu me zemër, zemra jote me qenë bindur se Muhamedi alayhi salatu wassalam është i dërguar i Allahut subhanahu wa ta'ala. Men yashhad أما من يشهد أنه رسول الله باللسان وينكر بالقلب فهذا منافق. Ai cili dëshmon me gjuhë se Muhamedi është i dërguar i Allahut, por e mohon me zemër, ai është munafiq. Munafiq, nifaq al-akbar, pra është pa besimtar në zjarr xhehenamit, fundin e zjarrit xhehenamit është përjetësisht në xhehenam. Ky është munafiq. Idha ja'aka al-munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah. Tani argument se si mbetesh pa besimtar nëse ti e dëshmon me gjuhë por nuk e dëshmon me zemër. Allahu subhanahu wa ta'ala thot idha ja'aka almunafiquna, kur të vinë ty munafiqët, hipokritët, qalu nashhadu innaka la rasulullah, dhe thon vërtet ti je i dërguar i Allahut, wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu, vërtet Allahu dëshmon se ti je i dërguar i Allahut. Tani dëshmia Allahu subhanahu wa ta'ala se vërtet ti je i dërguar i Allahut. Wallahu yashhadu, dhe Allahu dëshmon innal munafiqina lakadhibun, vërtet munafiqët janë gënjeshtar. Pra nuk ju mjafton atyre dëshmia me gjuhë se Muhamedi është i dërguar i Allahut.
Nuk I mjafton pa pas në zemër. Kadhibuna fi shahadatihim, pra dëshmitë e tyre ishin gënjeshtar. Li'annahum la ya'tarifuna laka bir-risalati biqulubihim. Ata nuk e njoftën mesazhin islam në zemrat e tyre. Wa inma yatalaffazuna bidhalika li'ajli matami' ad-dunya wal-'aysh ma'akum. Por ata dëshmuan për synimet e tyre në dynja. Pra ishte interesi i tyre që të bashkohen me muslimanët për të jetuar me muslimanët, sepse muslimanët ishin fuqi. Dhe munafikat dëshmuan e dhënë dëshmi të rrajshme për interesin e dunjas. Ittakhadhu aymanahum junnatan, thot Allah subhanahu wa ta'ala, ittakhadhu aymanahum junna. Ata mburoje patën betimet e tyre të rrajshme. Pra dhe u betojshin. I morën mburoj. Yani sutratan yastatiruna biha. Perde për më mshef. Wa illa fahum kuffarun fi qulubihim. Përndryshe ata janë pa besimtar. Sepse për shkak të asaj që kanë zemra. Patjetër pra, la budde min i'tiraf, me njoft mesazhin e pejgamberit alayhis salam, dërgimin e pejgamberit alayhis salam, zahiran, haptas, me gjuhë, me shqiptim, wa batinan, brenda me zemër. Wa kadhalika alladhi ya'tarifu bi risalati batinan. Mi po kemi të kundërtën. Dikush mund ta njohë se është I dërguar I Allahut me zemër, është I bindur. E din, pra ka kuptu se është I dërguar I Allahut, mirë po nuk e shqipton me gjuhë. Kush janë ata? Ata janë mushrikun, mushrikët kohën e pejgamberit alayhis salam. Ya'tarifuna annahu Rasulullahi. Ata e dinin se ai është I dërguar I Allahut. E dinin. Cili është argumenti për këtë? Suratul An'am 33, ajeti 33, Allahu te baraka ve teala thot: "Qad na'lamu innahu la yahzunuka alladhina yaqulun." Na e dim se ti po pikëllohesh o Muhammed për çfarë ata po flasin, që po të përgënjeshtrojnë, s'po të pranojnë si dërguar të Allahut. Ishte I pikëlluar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, I mërzitur. Por fa innahum la yukadhibunak. Por ata nuk janë duke të përgënjeshtruar ty. Pra në bindjet e tyre që I kishin në zemrën e tyre, që e dinin se është dyrë. Ata mirë po, walakin adh-dhalimin, mirë po, zullumçarët bi ayati Allahi yajhadun. Argumentet e Allahut I mohojnë. Pra I mohojnë për shkak të mendjemallësisë, për shkak të kokëforcisë, mendjemallësisë e kështu me radhë. Ya'tarifuna annahu Rasulullah, walakin mana'um al-kibru wa mana'um al-hamiyah. Ata njënin se është I dërguar I Allahut, mirë po mendjemallësia e bëri që ata të mbesin në shirk dhe kundërshtar. Wa mana'ahum al-hamiyah, dhe emocionet apo nacionalizmi I tyre, el-jahiliyyah li alihatihim, që kishin ndaj zotrave të tyre, adhurimeve të tyre, an yashhadu bi rasulihi bi risalati. Pra kjo e pengon të çata të pranonin se është I dërguar Allahu. Ai tani lehudu nasara ya'tarifuna an Rasulullah. Po ashtu edhe jehudët dhe krishterët, atë botë e dinin se ai është I dërguar I Allahut, pra dinin me zemrat e tyre. Lakin jahadu hadha, mirë po e kanë mohuni gjatë tij. Wa lam ya'tarifu bi alsinatihim, nuk e kanë njohur pejgamberin alayhis salam me gjuhët e tyre. Çfarë thot Allahu? Alladhina atainahumul kitaba, atyre të cilëve ju e kemi dhënë libër, pra qifutëve dhe të krishterëve, që avdhëm të vratin dhe Injilin. Aty shkruan të për ardhin e Muhamedit alayhis salam. Ya'rifunahu. Ata dinin, sepse kishin lexuar dhe trashëguar lexim, njohuri mbi ardhin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Kama ya'rifuna abnahum. Çfarë thot Allah? Ashtu siç I njihnin fëmijët e tyre. Pra e dinin filoni o djali filonit. E dinin, I njihnin fëmijët shumë bukur. Ashtu e njihnin ardhin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Wa inna fariqan minhum la yaktumuna al-haqqa wa hum ya'lamun. Një pjesë të tyre e din në hakin e fshehnin duke ditur atë. Fala yakfi al-i'tiraf min Rasulullah batinan fi al-qalb ma 'adam an-nutq bil-lisan liman yaqdir 'ala dhalik. Pra nuk mjafton me njoft me zemër apo me njoft në bindje pa e shqiptu me gjuhë. Mirë po. Thumma idha shahida anna Rasulullahi haqqan fala budda an yattabi'ahu. Ai cili e njeh të dërguar në Allah dhe dëshmon, patjetër edhe duhet ta pasojë. Pasimi është shumë I rëndësishëm. Allahu subhanahu wa ta'ala thot: "Fa in lam yastajibu laka", nëse nuk të përgjigjen ty,
Çfarë? Fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum. Di sa ata janë kaj pasojnë endjet e tyre. Nepsin e tyre, epshin e tyre. Fa idha lam yuti'hu fi shay fa hadha kafir. Nëse diçka nuk e respektohet pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, mund të jetë njeriu, mund të jetë kafir. Pra, nëse e përbuz e ignoron sunetin, nuk bindesh me sunetin, ti je kafir. Por nëse nuk e praktikon për shkak të mbërllakut, për shkak të neglizhencës, ti mund të jesh i dopt, ke mangësi, por ti nuk je kafir. Prandaj këtu duhet të mirët shumë parasysh. Allahu subhanahu wa ta'ala në shumë vende na porosi që ta pasojmë sunetin e pejgamberit, ta pasojmë Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ja alladhina amanu, o ju të cilët keni besu, ati'u Allaha wa ati'u ar-rasula. Binduni Allahut dhe të dërguarit e tij dhe udhëheqësve të ulil amri minkum. Në ajet tjetër Allahu subhanahu wa ta'ala thot: Ja alladhina amanu ati'u Allaha, o ju që keni besu, binduni Allahut wa ati'u ar-rasula, dhe binduni të dërguarit. Wala, se çfarë thot Allahu? Wala tubtilu a'malakum. E mos i shkatroni veprat e juaja. Në ajet tjetër Allahu thot: Wa ati'u Allaha wa ar-rasula la'allakum turhamun. Respektoni Allahun dhe dërguarin e tij nëse doni me qenë të mëshirshëm. Në ajet tjetër thot: Wa in tuti'u tahtadu. Nëse e respektoni atë do të jeni të udhëzuar. Pra, çfarë thot Sheikh Fazani? Fataratan yadhkuru ta'atahu ma'a ta'ati Allah. Nga një herë përmend respektimin, bindjen ndaj të dërguarit të Allahut. Njëtin vend ku e përmend edhe bindjen dhe respektimin ndaj Allahut subhanahu wa ta'ala. E nga një herë përmend vetëm respektone të dërguarin e Allahut subhanahu wa ta'ala, bindjen e dërguarit të Allahut. Por pasimi do të thot me pasu atë që ka ardhur nga pejgamberi alayhi salatu wasallam, duke mos e paksu dhe duke mos e shtu. Se çdo shtohet është bid'a. Iyyakum wa muhdathatil umur, keni kujdes dhe mos shpikni në fenë Allahut subhanahu wa ta'ala, fa inna kulla muhdathatin bid'a, sepse çdo risi është bid'a. Wa kulla bid'atin dhalalah, dhe çdo bid'at është dalalet. Çdo dalale është zjarr. Po ashtu thot: Men amila amala laysa alayhi amruna fa urad. Kush sjell një vepër që nuk përkon me traditën tonë, ajo është e përbuzur dhe është e refuzuar. Pra, ashhadu anna Muhammadur Rasulullah duhet jetë me zemër, duhet jetë me shqiptim, duhet pasohet, por duhet jetë edhe tjetra. Anna Muhammadur Rasulullah, kuptimi është lihet braktisen bidatet, risit, gjanat të cilat i mveshën Muhamedi sallallahu alaihi wasallam dhe ai është i pastër dhe prej atyre veprimeve. Po ashtu dëshmi, kuptimi i fjalës Muhammedun Rasulullah, Muhamedi është i dërguar i Allahut, është tasdiqihi fima akhbar, la budda min tasdiqihi fima akhbar wa fima amara bihi wa naha anhu. Patjetër duhet me ju bind lajmeve që na vijnë nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Dhe me respektu urnat dhe me u distancu për ndalesa. Falau amila al-amalu bima ja'u lakinu lam yusaddiquhu. Nëse njeriu punon me sunet mi por nuk ju bindet. Fa hadhi tariqatul munafiqin. Po ashtu kjo është ngjashëm sikur tarika, rruga e munafikëve, të cilët agjeronin, bënin hax, të cilët falin namaz, mirë po ata nuk ishin të bindur ndaj fjalëve të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Pra nuk i merrnin fjalët e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Dhe Allahu te baraka ve teala dëshmon për të dërguarin e tij: "Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Çdo gjë që ka flet pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e flet nga ana e frymëzimit të Allahut. Nuk flet nga hamendja. "Wa ma ataakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Çfarë t'ja jep Muhamedi sallallahu alajhi wasallam mirëni dhe çfarë t'ju ndalon largohuni. Çfarë t'ju largon? Çfarë t'ju urdhëron? Mirëni, dhe çfarë t'ju parandalon, largoni prej saj. Tajib ta'atu wal iqtida'u bihi wa tarku al-bid'a wal muhdathat allati lam yati biha sallallahu alaihi wasallam. Pra është obligim me respektu, me pasu, me lënë bidatin, mëkat, muhdathatet, gjërat e shpikura, të cilat nuk i ka pru pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Fal khairu kulluhu fi ma ja'a bir rasul sallallahu alaihi wasallam. Khairi, mirësia e mira krejt është në atë që ka ardhur pejgamberi, me atë që ka ardhur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Wa ma lam yati bihi fa huwa sharr wa laysa bi khair. Krejt që nuk e ka pru pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, që i veshet islamit, ajo është e kot, e zymt, e shëmtuar, e keqe, e përbuzur, duhet nënçmohet, injorohet, përbuzet, distancohemi prej saj. Walau kana sahibu yurid bil khair yaqul hadha ziyadatu khair. Nëse njëri thotë se kjo është e mirë dhe duhet më shtu të mirat, naqulu la hadi bid'a, i themi asesi kjo është bid'a.
wal bid'atu marduda, bidati është i përbuzur, refuzuar, wa hadha shar, kjo është e keqe. Fa anta bi za'mika tataqarrab ila Allah wa yatub'iduka anillah. Ti pretendon se kjo të afron te Allahu, ajo vepër ty të distancon dhe të largon prej Allahut subhanahu wa taala. Ka çështë për sot. Ashhadu an la ilaha illa Allah. Islami është 5 yllat e Islamit, 5 kushtet e Islamit. Akhbirni an al-Islam, tregom mu se çka është Islami, ky është Islami. Islami është an tashhadu an la ilaha illa Allah, dëshmosh se nuk ka të adhuruar me merit përveç Allahut dhe se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është rob dhe i dërguari, është i dërguari i tij, pastaj përmenden 4 kushte tjera. Wa sallallahu alaihi wasallam ala nabi